Jemi edhe me kryetarinë e skuadrës së Bashkimit, coach. Vllaznimis team was not with the full roster. They tried to do something in the first part of the game, but still you managed it good and got a win where you dominated at home. Yeah. But even we played against them 15 days ago when they were with a complete roster and the outcome was the same. For us, the most important thing is to be serious, and we were during the let's say 40 minutes of the game. We know that our schedule is very packed now with playing in Europe, and even if it would be possible because of this selection to play one more game in 2-3 days would be beneficial for us, but it is what it is. We need to survive, and I use this game to expand the rotation. Nobody plays more than 20 minutes, and this is important. Yeah, coach, you talked about the schedule. It will be really hard now, game after game. Do you think that you will manage it till the end and will get the results by seeing how your team is going right now? I mean, it's going to be definitely challenging. First time playing in Europe as an organization, but beneficial for the city and for Kosovo basketball. You know that our group is very difficult, powerhouse like Dijon, Regina, and also Cibona Adriatic League team. So we need to manage both competitions on the proper way and to try to be successful in both competitions. This is our goal. Thank you very much and good luck in both competitions. Thank you, thank you. Atëherishëm edhe me kryetarinë e skuadrës së Bashkimit, tha që pavarësisht që skuadra e vllaznimit nuk ishte me roster të plot, edhe kur ishin disa ditë më parë kur luajtëm në ndeshjet kontrolluese, rezultati ishte i njëjtë në këtë ndeshje. Tha që ne nuk kemi pasur mundësinë që kjo ndeshje të shtyhet për shkak të ndeshjeve që do të kemi në gara evropiane, dhe kështu që tha ne tentuam që sot gjithë rosterin të aktivizojmë dhe asnjëri nga lojtarët nuk luajti më shumë se 20 minuta. Gjithashtu e pyeta se sa është gati skuadra e Bashkimit që të ballafaqohet me të gjitha këto ndeshje pasi do të kenë një orar të ngjeshur. Tha që ne do të mundohemi të japim më të mirën, kemi skuadra të forta në kuadër të garave evropiane, gjithsesi ne do të mundohemi që të nxjerrim rezultate sa më të mira.